وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا، فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu. Salavatet dhe selamet I përcjellim profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, padyshim se Islami është ai I cili lejoi për robërit e Allahut Gjelle Gjelaluhu shitblerjen dhe tregtin edhe nënshtroi për to tokën që ato të ecin në hapësirën e saj e që të hanë nga furnizimi I gjithë mëshirshmit, I gjithë dishmit Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe ato në to të ndërtojnë shitblerjet e tyre dhe marrëdhëniet tregtare të tyre. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an kur tha: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allahu Gjelle Gjelaluhu, ai është Allahu I cili e bëri për ju tokën të nënshtruar, edhe të jetë e lehtë për jetesën e juaj, ecni në to dhe hani dhe merrni nga furnizimi I tij. Ecni në përskajet dhe hapësirët e saja dhe hani nga furnizimi I tij. Mirë po, sheriati I pastër I Allahut Gjelle Gjelaluhu nuk e la çështjen e shitblerjes dhe tregtisë në kaos, por vendosi kritere të larta dhe rregulla të cilët ruajnë të drejtat e robëve dhe ruajnë të drejtat e tregut dhe tregtisë, ashtu që mos të ketë në to ndërhyrja e padrejtësisë, kur në to bëhet ndonjë ndërhyrje padrejtësie, kur në to bëhet ndonjë monopoli, ndonjë manipulim të çmimeve, ashtu si tekum dhe në dersin e kaluar. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu bëri që disa nga këto lloje të caktuara të jenë të ndaluara për shkak që në to ka mashtrim apo ndonjë panjohuri dhe në to nëse futet ndonjë padrejtësi. E mu përat Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na kanë lajmëruar për disa lloje të caktuara, të cilët janë të ndaluara në shitblerjen ku njerëzit janë pra në marrëdhëniet tregtare të tyre. E padyshim se prej tyre ishin ata të cilët ishin të ndaluara në vetvete, edhe ata të cilët folëm një shumë e madhe prej tyre, dhe ata të cilët janë të ndaluara jo në vetvete, por për disa shkaqe të tjera të jashtëm, e veçanërisht që ndodh që të jetë një shitblerje e lejuar në vetvete dhe ajo në parim është e lejuar që ajo të konsumohet, bëhet shitblerja dhe ajo tregti, por të ndodh ndoshta në një kohë të caktuar të jetë ndaluar, apo në një vend të caktuar të jetë ndaluar. E sot inshallah shkurtimisht
njoftohemi për shitblerjen e ndaluar në një kohë të caktuar apo në ndonjë vend të caktuar. Cila është ajo shitblerje dhe kur ndalohet? Nëse është një kohë e caktuar, ka ndonjë kohë që në atë kohë është haram të bëhet shitblerja dhe të bëhet tregtia, në fakt ajo është në esencë dhe në parim me lejuar, apo cilat janë ato shitblerje dhe cila është në atë vend ku ndodh që në ndonjë vend të posaçëm të jetë e ndaluar, në fakt ajo nuk është e ndaluar. Prej kohrave në të cilën në vëllezër është prej më të spikaturave dhe më të rëndësishmeve të kohrave të cilët është cekur që në to, kur të jetë ajo kohë dhe ajo pjesë e asaj kohe, aty është e ndaluar shitblerja. Dhe ajo kohë është koha kur të thirret ezani për namazin e xhumos, në ditën e xhumos. Allahu xhelle xhelaluhu ju drejtohet në Kur'an besimtarëve, duke i thirrur dhe duke thonë: Ja eyyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Allahu xhelle xhelaluhu, o ju që keni besuar, kur të thirret pra ezani në ditën e xhumos për namazin e xhumos, fas'au ila dhikrillah, shpejtoni dhe nxitoni për në përmendjen dhe adhurimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Wa dharul bay', dhe linja shitblerje. E braktis në atë moment, e len në atë moment shitblerje. Edhe punën në të cilën të angazhon ty nga kryerja në kohën e namazit të xhumos. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Se kjo është më mirë për ju nëse ini që e dini, tha Allahu xhelle xhelaluhu. Pra është një kohë e veçantë që në to ndalohet shitblerja, edhe pse në vetë është halal. Është halal që ti të bësh tregti, e është halal që të shesësh dhe të blesh, po me një kohë të caktuar kur të vjen koha e namazit të xhumos, të jetë në to e ndaluar. Por mirë, cila prej kohrave në ditën e xhumos pra është e ndaluar dhe është e caktuar ajo pjesë? Por shkak se e dim se në ditën e xhumos na i kemi dy ezana të cilët thirren. Kur fillon në cilën kohë, pra i referohet ndalesa e Kur'anit të Allahut xhelle xhelalu prej kësaj kohe deri në atë kohë. Padyshim se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte në ditën e xhumos që thirrej vetëm një ezan. Edhe se ajo është në momentin kur khatibi të ulet në mihrab, e pastaj thirret ezani dhe mbahet, do me thonë, hutbja dhe kaq, e pastaj thirret ikameti. Edhe kjo ishte gjithashtu dhe në kohën e Abu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhu. Edhe këto në argumenton hadithi i Sa'ib ibn Yazid, të cilën e transmeton Imam Buhariu rahimahullah, i cili tha Sa'ib ibn Yazid se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që thirrej një ezan në momentin kur ulej khatibi në mihrab. Kur ulej në minber, atëherë dhe në kohën e Abu Bekrit dhe Omerit qëndronte një ezan që thirren ditën e xhumos. Pastaj tha kur njerëzit u shtuan shumë dhe u angazhuan në përtregje, tha Uthmani radiallahu anhu, në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, tha caktoi që të thirret dhe një ezan tjetër për njerëz të tregjeve, që ata të ilon tregjet, e pastaj të shkojnë në shtëpi e të përgatiten e të vinë në namazin e xhumos. Por shkak se nuk e dinin në atë kohë, do me thonë koha, se kur është afruar kjo koha e ndalesës. E padyshim se në këtë kohë, pra kjo që i referohet ndalesës, e shitblerjes dhe punës, në këtë kohë të caktuar, nuk ka të bëje pra me ezanin e parë. Nëse ndodh në thirrjen e ezanit të parë, sepse te na tash thirren shumë afër, mirë po ajo që përcaktohet këtu për ndalesën, në të cilën erdhen tekstet dhe usoll në to, gjithashtu dhe konsenzus për këtë ndalesë, ka të bëje pra për ezanin e dytë, i cili është momenti kur khatibi të ulet në minber e të thirret ezani. Nga këtu fillon kjo ndalesa, e cila është e ndaluar haram,
që të shitet, apo të blehet, apo të punohet në këtë kohë, të cilët thamë kjo shitblerje është halal dhe e lejuar, të shesësh e të punojsh është halal dhe e lejuar, e të hash nga furnizimi Allahu xhelle xhelalu e të ecish në hapësirën e tokës, por në këtë moment është e ndaluar të bësh tregti, është e ndaluar të bësh shitblerje, është e ndaluar e të punosh e të angazhohesh nga kryerja e namazit të xhumos. Prej kur fillon, prej momentin kur të ulet khatibi në minber, e derisa të mbaron pra të thirret, të mbaron namazi i xhumos. Pra në këtë pikë Allahu xhelle xhelalu ju drejtua besimtarëve që ata të kenë kujdesin kur të thirren për namazin e xhumos. Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që keni besuar, kur thirret ezani në ditën e xumo, për ta falur namazin për namazin e xumos, shpejtoni për në dhikrin, në përmendjen e adhurimin e Allahut, për ta kryer adhurimin e Allahut dhe lini shitblerin. Wa dharul bay', tha Ibn Kathiri rahimahullah, Allahu xhelle xhelaluhu kur tha wa dharul bay', linja shitblerjen në këtë kohë dhe në këtë moment, tha është për qëllim se në to u bashkuan dhe rënë dakord të gjithë dietarët se është kjo vërejtja apo ky urdhër për ndalesën rrepsisht haram, që është e ndaluar haram që në to të punohet apo të bëhet shitblerje. Pra pas ka një kohë të caktuar që shitblerja në to është haram, jashtë kësaj kohe nuk është haram. Dhe mu për atë pra dietarët të vëllezër shkuan në atë mendim se ky urdhër ka ardhur për ndalesë në to, që ti të punojsh në kohën kur është koha e namazit të xhumos. Dhe mund për atë, subhanallahu, te muslimanët i ngushtohet shpirti mu në kohën kur është koha e namazit të xhumos. Sa Allahu xhelle xhelalu ju drejtohet besimtarëve. Besimtarët janë ata të cilët ai ngushtohet në kohën kur është koha e kryerjes së namazit të xhumos, që të shkon ta fal namazin e xhumos, e në to i duket se do ta humbë dunjon. Dhe në atë moment mundohet që të bën shitblerje, e të bën tregti, ose të ngel në treg, ose të shet, ose të blen, ose dhe të punon në këtë moment. Sa më shpejt do ta kryejnë namazin e xhumos e të ik, se na kemi angazhime. Po kjo është farzi i Allahut, që Allahu të ka thirrë roti që ke besu. Nëse ke besu Allahun xhelle xhelalu, lej gjithë ata që të angazhojnë këtu, se tash kjo është më e rëndësishme. Haku i Allahut në atë moment, edhe pse Allahu ta ka lejuar që ti të shesësh e të blesh e të ecish e të punojsh, të gjitha e ki të lejuara në atë moment, po në këtë kohë të veçantë e ki të ndaluar. E tham kjo nuk i përket pra të ezani i dytë, por të ezani i parë, po të ezani i dytë, atëherë nga këtu pra kur të ulet në minber fillon kjo ndalesa me të cilën derisa edhe dietarët na sollën konsenzus, pra të gjithë bashkim të dietarëve, sikur që e solli konsenzimin Ishaq ibn Rahawayh, Ibn Rushdi, Ibn al-Arabi dhe Tahtawi nga prej dietarëve të mëdhëbit Hanefi, këto na sollën ixhma, konsenzim të dietarëve se ky urdhër ka ardhur ndalesë për errëktësinë e ndalimit të kësaj vepre që është në to haram dhe ndaluar. Por gjithashtu vëllezër, pastaj pyetja lind dhe dietarët e sqaruan edhe një tematik pra që është e rëndësishme, për kanë vlen ky urdhër dhe kjo ndalesë, për kanë vlen, a vlen për të gjithë njerëzit, apo vlen vetëm për ata të cilët ju është drejtuar obligueshmëria e xhumos. Padyshim, në ato të cilën shkuan shumica e dietarëve dhe rënë dakord dietarët e mëdhenj të mëdhëbeve si Hanefi, Shafi'i, Hambali dhe Maliki, tha i përket vetëm atyre të cilët e kanë farz namazin e xhumos. Atyre të cilët ju është drejtuar obligueshmëria e namazit të xhumos. E jo për gratë, e jo për fëmijët, e jo edhe për udhëtarin. Pra ata të cilët nuk është drejtuar urdhni i obligueshmërisë nga ata të cilët bjen obligueshmëria e namazit të xhumos, në to pra nuk hyn ato pra në këtë ndalesë. Nëse janë gratë, nëse janë pra fëmijët, edhe gjithashtu nëse është udhëtari, pra kjo është sipas dakordimit tham të dietarëve të mëdhëbeve, të cilët janë të njohur Hanefi, Shafi'i, Maliki dhe Hanbali. E gjithashtu
Pastaj o vëllezër dietarët folën se nëse bëhet kjo shitblerje, a është kjo shitblerja valide dhe e saktë apo nuk është e saktë nëse ndodh në atë moment, padyshim se shumica e dietarëve të cilët shkuan pra prej mëdhëveve të cilët i kemi të njohur, të gjithë shkuan në ato se ajo është e saktë, por është me mëkat. Është borë ajo shitblerje e saktë, ajo është në rregull, por problemi është se është bërë me mëkat dhe ke bërë mëkat për shkak se ke shkel ndalesën e Allahut xhelle xhelaluhu, që Allahu xhelle xhelaluhu ndaloi që në këtë kohë të veçantë, pra tham prej më të spikaturave të kohrave të cilët është ndaluar shitblerja në to dhe puna, është koha kur është kryerja e namazit të xhumos. Në ezanin e dytë, kur thirret ezani i dytë, pra momenti kur të ulet imami në mimber, nga aty fillon ndalesa. Dhe nga aty fillon çështja e çmueshmërisë. Për fat keq i shef xhamatin ton në hutbe, hutbja llogaritet të vëllezër shumë e çmuar. Dhe është çështje sikur ti je në namaz në to. Përpos se lejohet që të rish dhe të komunikojsh edhe të livritish, por përndryshe ti je në ibadet. Allahu ka ndaluar të punën, shitblerjen, që ti duhesh me ndëgjuar me krykit kohë nga hutbja deri te përfundimi i namazit. E shef në hutbe e që telefonin edhe për cjellaj atje lajmen, dikush luan telefon, dikush angazhohet me diçka tjetër. Kjo s'është nga çmueshmëria e shenjtërisë madhe të ibadetit Allahut xhelle xhelalu. Nuk ka më keq se një besimtar që Allah ju ka drejtuar, o ju që keni besu, leje punën, leje shitblerjen, e janë xhami çele telefonin, shir çka dush aty. A kështu është kryerja e xhumos së ibadetit? Që ti të hapësh telefonin, ose ai tjetri bisedon në momentin kur mbahet hutbe, ai fol nuk e ka dert, komunikon me tjetrin. Sikur me komunikuar në namaz. Të njëjtë e prish çmueshmërinë. Humb vlerën e namazit të xhumos, kemi fol shumë për kësaj dhe nuk është tema jon aty. Po pse e humb? Se vapin e kelon shitblerjen, kelon punën, i kelon gjitha, por sëri vjen edhe në momentin e hutbes ky fol. O fol o komunikon, ose nëse s'ka komunikim, nëse si bashkangjitet dikush, ky e nxjerr telefonin edhe e prish se vapin e vet me to. E mu pra të vëllezër, pra këto janë ajo kohra në të cilët edhe shitblerja dhe puna është ndaluar dhe është haram. Pastaj vjen pra çështja që ka të bëje pra me vendin. Prej vendeve më madhështore në të cilët ndalohet shitblerja në to, është prej vendeve më madhështore është xhamia, shtëpia e Allahut xhelle xhelalu. Pra ndodh që të ndalohet një shitblerje që është halal, edhe ti të bësh pra tregtin tënde, është halal dhe të punosh dhe të fitosh mirë, po në ndonjë vend, për shkak çmueshmërisë atij vendi, ajo vepër të ndalohet. Dhe ajo shitblerje të ndalohet në to për shkak atij vendit që është i shenjtë, apo për shkak se shfaqen në atë vend ku ti e bën atë tregti apo atë vepër apo atë shitblerje që të shfaqet pra ndonjë ndalesë e cila është në to. E prej vendeve më madhështore padyshim se është xhamia, shtëpia e Allahut xhelle xhelaluhu, që në to kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka tërhequr vërejtjen në momentet ku të gjendesh pra në xhami. Janë transmetime të shumta, mjaftoj me transmetimin e Imam Tirmidhiut, i cili na sjell nga Buhari radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: kushdo i cili shet apo blen në xhami, idha ra'aytum men yabi'u aw yabta'u fil masjid, nëse e shihni ndonjërin i cili shet apo blen në xhami, faqulu la arbaha Allahu tijaratak. Tha thuni ati, Allahu mos të dhanë sukses në atë tregtin tonë që i të e bëftu. Thuni Allahu mos ta bëft me fitim atë tregti. Mos dhanë bereqet, mos paq fitim në atë tregti. Gjithashtu, hadithin pra të Ebu Davudi, nga gjyshi i Shuaibit, apo Amr ibn Shuaib, i cili tha se ndaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shitblerjen të bëhet në xhami, nëse është në vendet e xhamis. Dhe gjithashtu pra gjykimi o vëllezër është se të gjithë dietarët pra shkuan
shumica dhe xhumhuri, ashtu sigur që tha Imam Shaukani rahimullah, tha xhumhuri i dietarëve pra nga Maliki, Shafi'i, Hanbali dhe Hanefi shkuan në ato se ky urdhër apo ky udhërëfim i hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pra e bartën në urrejtje, jo në ndalesën haram të prerë, edhe pse një mendim prej mëdhëbit Hanbali shkuan ato se është haram dhe prerë që të bëhet nëse bisedohet, pra këto shkuan të gjithë në ato se bartet kjo ndalesë në urrejtje, që urrejhet të bëhet shitblerja në xhami kur të jetë aty në xhami. Te mëdhëbi Hanefi, Ebu Hanife rahimullah tha, e boni një dallim nëse është ndonjëherë ndodh urrejtje është, por që të ndodh nëse nuk është malli, dhe te Imam Maliku tha nëse nuk është malli prezent aty, mbohet ndonjëherë një fjalë të tregtisë e kështu me radhë, pra në to e mbartën të gjithë në anën e urrejtjes së vëllezër, që urrejhet që të bëhet një gjë e tillë e të bëhet shitblerje. E jo të ketë në to mall apo të sillet mall e kështu me radhë, për arsye se xhamiat nuk janë të ndërtuara as për reklama të mallrave e as për të bërë lidhje të tregtive të tyre, por është bërë për adhurimin e Allahut, për përmendjen e Allahut, për mësimin e fesë Allahut dhe për leximin e fjalës së Allahut. Pra këto janë që kanë një ndershmëri të madhe që njeriu duhet që të shpreh ndershmërinë e tij, dhe se kjo është bukuria e sheriatit të Allahut xhelle xhelaluhu, e cila nuk e ndaloi rrepsisht në ditën e xumës as të shitet as të bletë as të punohet. Por Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili pasoi me ajet pastaj dhe tha: "Fa idha qadaytumus salata fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Kur ta mbaroni namazin, atëherë shpërndani në tokë, ecni, punoni, veproni edhe kërkoni nga mirësia dhe dhuntia e Allahut xhelle xhelaluhu. E mu për atë vëllezër, njeriu duhet besimtari që të ketë kujdesin që mos të bën pra këtë pjesën që thamë në kohë të ndaluar të koha e namazit të xumës, edhe nëse bëhet një shitblerje pra në xhami. Derisa Omer bin Khattabi radiallahu anhu ishte ai i cili pa të mbaruar edhe pa ndërtuar një vend të veçantë jashtë xhamisë, si tre kushdon që të bën ndonjë tregti apo të ulet, le del atje e mos ta bën ato në xhami. Prej atyre argumenteve të cilat gjithashtu na tregon që ka ardhur në Muwatta e Imam Malikut, që tha për tabiiun e ndershëm, Ata ibn Yasar, tha ai kur e shihte ndonjëherë kur kalonte dikush që donte që të shet në xhami, apo të vjen me ndonjë mall ose diçka që ta bën ndonjë shitblerje në xhami, tha ai u ndalte dhe e pyette: "Çka ke me ty dhe cila është qëllimi, çka dëshiron?" Tha përgjigjej dhe thonte se dua ta shes filan mallin që e kam, apo të bën ndonjë tregti. Tha i drejtohej Ata ibn Yasar dhe i thonte: "Shko te tregu i dunjas, se këtu është tregu i botës tjetër. Këtu nuk është tregu i dunjas dhe kësaj bote. Shko te tregu ku bëhet tregu atje për shitblerje të dunjas, se këtu është shitblerja dhe tregu i ahiretit." Për atë vëllezër, na si musliman lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na mëson fenë e tij dhe të na mundëson pasimin e fesë së tij dhe mësimeve të cilat na vijnë nga feja e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.